tregon. E janë I vogelushë pran radio son. Kjo bot magjike buzëqeshjen sjell. E janë I vogelushë për alla po vjen. La la, la la, la la. Ja ku jemi përsëri së bashku në valët e Radio Son Magjike. Bruko Broadcast Radio ka hapur dyert për prallëzat e Gjyshe Shpresës. Një përshëndetje dhe mirënjohje për Bruko Broadcast Radio. Sot, të dashur dëgjues të vegjël, Gjyshe Shpresa ka zgjedhur prallën se ç'po dëgjoj aty. Sikur po dëgjoj një trokitje në derë. Mos jeni ju të dashur voglush që po trokisni. Hajdeni, hajdeni, jemi në fillim të emisionit ton dhe siç po u thosha, prallëza jon titullohet Tak tak trokiti dera. Është prallëza jon për sot, e cila do të shkëlqej me personazhet e saj. Por si fillim, le të dëgjojmë këngën Enkas, ku këta personazhe janë gjithë energji, janë gjithë pozitivitet dhe le të ushtojnë tingujt gazmor të këngës dhe më pas të nisim rrëfenjën ton të radhës. Kur dera tak tak të trokas, djeli të buzëqesh me drit, miq të papërtuar e buzagaz, do qelin gostit, s'ka më bukur kërmili I pari, në shtëpine e ti do t'i pres, mi këshat stolisur me arom behari, do të pine, do të dehen me ves. Kreno hej për kërmili lule delja, lule zonte shdo dit me drit, nuse pashka sa po mbëriti tek dera, e lumë tur trokiti tak tak se emocion në shpirt. Për plasi krahët lehtas nuse pashka, syti për pëlliti me drit lule delja, kërmilin zori kokën nga guaska, sa dashuri pran vera lodronte nga dehja, leti gëzohemi pran verës, qeli lule delja e tha ëmbëlsisht, ti falemi freski së bjeshkëks, natyrës së bukur e të brisht. Rezja e djeli advent me bekim, e bleruar gjithnaja qeli, gurgulloj përoj I qete me gëzim, pran vera natyrën për gdheli. Tak tak, trokitën në derë, erdhëm thon buzagaz me lule në duar, zog ciceroni në degë, livadhi ftonte me djel praruar. Trokitën në derë, u tundë në valle, edhe lule delja edhe kërmili butak, nuse pashka kërcente nuk mbahej fare. Oh, qfar gostje në gjithë livadhin rreth e qark. Dogiten në dera, dogiten në dera. Na ishte njëherë një livadh I bukur, ku 3 miq të mirë që jetonin aty, vendosën të mbajnë një premtim. Secili prej tyre do të përgatitej, të priste dhe të gostiste miqtë e ftuar. Premtimi I mbajtur kishte për qëllim jo vetëm të argëtoheshin, por të mësonin nga njëri tjetri dhe të miqësoheshin më tepër. Kërmili është njëri prej personazheve. Ai është vërtet I qetë, I ngadalt, por shumë I mençur dhe çdo gjë e merr shtruar. Lule delja është shoqja e tij më e mirë. Është pak delikate, por mjaft e këndshme dhe elegante. Ajo gjithmonë përpiqet të jetë shpejt dhe optimiste. Nuse pashka është e zgjuar dhe praktike. Madje, ajo është një kërcimtare mrekullueshme. Të 3 do të shijonin mikpritjen e njëri tjetrit. Kur dera tak tak të trokas dhe dielli të buzëqesh me dritë,
miqt të papërtuar dhe buzagas do të çelin tek njëri tjetri gostit. S'ka më bukur kërmili i pari, në shtëpinë e tij do t'i pres mikeshat stolisur me aromë behari, do të pinë e do të dehen me ves. Një ditë të bukur e me diell, mbritën tek shtëpia e kërmillit. Nuse Pashka hodhi vështrimin përreth dhe tha e lumtur: "Kërmill bujar, shtëpia tënde qënë ka kaq e bukur, sa nuk e kisha imagjinuar ndonjëherë. Nuk e kisha menduar se do t'ishte kaq e ngrohtë dhe mikpritse. E gjithë kjo natyrë përreth është një dhuratë pranverore plot hieshi." Kërmilli, me një buzëqeshje dhe me ton të ngrohtë, i ju përgjigj: Kjo është vërtet një shtëpis e vogël, por është modeste dhe gjithçka që kam është fal natyrës dhe miqësisë që kam me të. Duket, që është një shtëpi e veçantë, por ka gjithçka që më nevojitet pikërisht aty brenda. Sa mirë më vjen që keni ardhur, shpresoj të ndiheni si në shtëpinë tuaj. Lule Delia, që kishte hapur ëmbël petalet e saj gjithë kënaqësi, tha: "Në të vërtet, miqësia është ajo që e bën çdo vend më të bukur dhe më të ngrohtë. Dhe kjo shtëpi që ka plot me dashuri." Krenohej për kërmillin Lule Delia dhe lulëzonte çdo ditë me dritë. Nuse Pashka sapo mbriti tek dera, e lumtur trokiti tak tak, gjithë emocion dhe pa frikë. Bujrum, tha kërmilli i urtë edhe bujar. Me zemrën flori, i bujti, i priti, miqësisht të tre përqafuar, me mall dhe dashuri shpirti. Tashmë nuk çuditeshin as pak se sa shtruar kërmilli e merte, me ritmin e tij e bënte jetën të begat, ai me shpejtësinë e duhur ja behte. Përplasi krahët lehtas Nuse Pashka, syt i përpëliti me dritë Lule Delia. Kërmilli nxori kokën nga guaska. Sa lumturi! Pranvera lodronte nga dehja. Vese mëngjesit ushtoi oreksin, të tre u fjalosën dhe bashk drekuan. Petalet i tundi Lule Delia prej qejfit. Qeshën dhe më shumë u miqësuan. Mollë, karota e sallata kërmilli ushtroi. Gëzuar, e mirë se erdhët o miqtë e mi. Madje, ai u ngrit edhe këndoi si kërmill. Me lëngun e vesës, ngriti dolli. Kjo miqësi e tyre lindi si diell. Rallë ta keni ndeshur për ditë, me ajër të ëmbël mbështjell, mes aromash kur piqen qershit. Ju pëlqejnë qershit juve voglush? Mua më pëlqejnë shumë. Me kërmillin qeshën, shijuan ushqimin dhe folën për dimrin që do të vinte më pas. Por si miq të mirë të tre të bashkuar, i bënin ball, i ftohti kur të dojle të trokas. Le t'i gëzohemi sot pranverës, qeli Lule Delia dhe tha ëmbëlsisht: ti falemi freskisë së bjeshkës, natyrës së bukur edhe të brisht. Kur u ndan, u përqafuan të paqt. Than do të takohen përsëri të tre. Nuse Pashka Lule Delen e puthi në ball, pastaj hapi krahët dhe fluturoi në qiellin pare. Dherezja e dielli advent me bekim, si më ndafshi blert gjithnaja qeli.
gurgulloi përoi qetë dhe me gëzim, pranvera anë mban natyrën për gëdheli. Por një premtim për të mbajtur kishin, të bujtnin me radh njëri tjetri në gosti, dhe erdhi radha tek Nuse Pashka të venin, në një banket lule shtrydhesh të ngrinin dolli. U nis për udhë Kërmili bujar, me hap të ngadalt e të shtruar, me luledelen elegante të bardhë, të drekonin Nuse Pashka i pas kish ftuar. Kërmili dhe luledelja, sa po u gjëndën për para shtëpisë së saj, morën frym lirisht dhe trokitën. Tak, tak, erdhëm ne, i folën te dera Nuse Pashkës. Ajo ishte përgatitur, kish pastruar gjithë shtëpinë, kish bukuruar si për fest dhe kish gatuar gjithë farë gjëra të mira me lule shtrydhe. Oh, sa arome shishme po vinte prej andej. Kur hyn brenda, ata u takuan me mall, kishin ardhur aty për të drekuar së bashku. Ishin të lumtur sa s'ka. Rruga që sapo kishin bërë i kishte lodhur pak, por ja vlente. Nuse Pashka e veshur bukur shkëlqente e tëra. Sa e ëmbël shtëpia po u dukej, ajo e pa përtuar e kishte pastruar dhe stolisur, dhe me të drejtë Nuse Pashka nisi të mburej. Miqtë sa po ardhur, mbetën të mahnitur. Ta shiknit sa bukur ajo i priti. Kudo lule shtrydhe shtruar të kuqe, një feste vërtet me melodi shpirti, Kërmili dhe luledelja ja nisën një valleje dyshe. Reçelin e kuq të lule shtrydhes sa po pan që Nuse Pashka vete kishte gatuar. Sa i shishëm, paska edhe ara, ata than, sa hapen mbyll sytë rendën për ta provuar. Pasi u kënaqën shumë tek Nuse Pashka, miqt u përshëndetën dhe u larguan. Kishin rrugë të gjatë për të bërë, ishin të lumtur dhe gjithë energji nga takimi me Nuse Pashkën e bukur. Kaluan këndshëm dhe miqësia e tyre u bë më e fortë. Kujtime dhe mbresat e kësaj miqësie do të trokisnin në shpirtin e tyre të paharruara. Së shpejti do të vinte dita që të shkonin dhe të trokisnin tek luledelja, po, mezi po prisnin me padurim të shijonin surprizën e saj. Dhe kur luledeles më në fundi erdhi radha, e dinte që miq të tillë janë të çmuar vërtet, e buzëqeshur, i priti e veshur me të bardha, shtëpia plot do të kishte lezet. Tak, tak, trokito në derë. Erdhëm, than buzagaz me lule në duar. Shtëpia shkëlqente si mermer, livadhi i ftonte me diell praruar. Sa livadhi bukur ishte gjithë diell dhe lule. Urdhëroni, tha ajo. U tund e u lëkund, lëndina ishte shtruar me lule dhe qershi. Edhe një puthje ju lutem, tha luledelja, gjithë shëndever. Më jep energji, sa bukur që e tha. E puthi me mirënjohje Kërmili, luledelja u përkull me delikates. Si kërcimtare, Nuse Pashka hopa ja priti. Sa me qejf kërcente, u shkrije tëra në djers. Që gëzuan e u tundë në valle. Edhe luledelja, edhe Kërmili butak. Nuse Pashka kërcente dhe nuk mbahej fare. Kjo gosti në gjithë livadhin
rreth e për qark. E kush nuk dëgjoi për këtë gosti? Të gjithë në livadh nisën të bisedonin. Edhe fluturat u gëzuan, nuk patën zili. Edhe gjinkallat që këngës ja thonin. Pas drekës së mrekullueshme që Lule Delia u kishte shtruar, së bashku dolën të shijonin ajrin e ëmbël të bjeshkëve dhe gjithçka të bukur që rrethonte shtëpinë e saj. Ata kaluan kohë duke shëtitur pranë përrojit, duke mbledhur lule dhe duke biseduar për ëndrat dhe dëshirat e tyre. Luajtën e vrapuan gjithë hare dhe gas. I gjithë vendi ishte i mbushur me një ndjenjë paqeje dhe lumturie, por një gjë nuk e harruan. Ata premtuan se për çdo vështirësi do t'i gjendeshin njëri tjetrit dhe çdo pranverë do të trokisnin përsëri. Ata do të takoheshin dhe do të çmalleshin në shoqërinë e tyre të mrekullueshme. Të tre ishin mirënjohës natyrës, diellit, ushqimeve të shijshme dhe gjithçkaje që ishte me zemër, që ishte me dashuri. Mirënjohja është padyshim një nga ndjenjat më të çmuara për të vlerësuar njëri tjetrin. Ajo na ndihmon të jetojmë bukur momentet e thjeshta, madje na ndihmon të mbajmë lidhje të forta dhe të sinqerta me ata që bëhen pjesë e jetës sonë. Së bashku mund ta bëjmë botën më të bukur, ku miqësia, dashuria dhe mbështetja reciproke i japin kuptim çdo dite. Dhe për sot, të dashur voglush, përallëza jon mbaron këtu. Ne do të dëgjohemi në emisionet e ardhshme këtu në Bruko Broadcast Radio, ku Gjyshe Shpresa do t'ju kënaq me rrëfenjën e radhës. Miru dëgjofshim deri atëre. Kur dera tak tak të trokas, djeli të buzëqesh me drit, miq të papërtuar e buzagas, do t'qelin gostit. S'ka më bukur kërmili i pari, në shtëpine e ti do t'i pres, mi këshat stolisur me arom behari, do të pine, do të dehen me ves. Kreno hej për kërmili Lule Delia, lule zon të shdo dit me drit, nuse pashka sa po mbëriti tek dera, e lumë tur trokiti tak tak se emocion në shpirt. Për plasi krahët letas nuse pashka, syti për pëlliti me drit Lule Delia, kërmilin zori kokën nga guaska, sa dashuri pran vera lodronte nga dehja, leti gëzohemi pran verës, qeli Lule Delia e tha ëmbëlsisht, ti falemi freskis së bjeshkëks, natyrës së bukur e të brisht. Rezja e djeli advent me bekim, e bleruar gjithnaja qeli, gurgulloj përroj i qete me gëzim, pran vera natyrën për gdheli. Tak tak, trokitën në derë, erdhëm thon buzagaz me lule në duar, zog si cëroni në degë, livadhi iftonte me djel praruar. U tundë në valle, edhe Lule Delia edhe kërmili butak, nuse pashka kërcente nuk mbahej fare. Oh, qfar gostje në gjithë livadhin rreth e qark. Do vite në dera.